Shqiptari Deniz Buzukja bëri diçka në Beograd që se priste askush dhe tani gjithë Serbia po flet për të. Gjatë matjeve zyrtare, para duelit me Bogdanigrad, luftëtari shqiptar i UFC-s bëri simbolin e shqiponjës dy krenare. Momenti u kap me njëherë nga kamerat dhe u përhap me shpejtësi. Mediat serbe reaguan me njëherë duke akuzuar Buzukën për provokim me simbolin shqiptar në një qytet, Beograd, ku çdo gjest i tillë merr peshë të veçantë. Buzukja, nga ana e tij, su tërhoq, thjesht vazhdoi përgatitjet për ndeshjen. Tani, e gjithë tensioni kalon te oktagoni. Buzukja përballet me Bogdanigrad nesër, nga ora 16. Fjalët u than jashtë oktagonit, përgjigja e vërtet vjen brenda tij. Deniz Buzukja premton, flamuri shqiptar do të valojë në Beograd. Luftëtari shqiptar i UFC sot do të përballet me Bogdanigrad në mes të Serbisë, e gjithë arena kundër tij. Por Buzukja e ka vendosur, do të tregoj forcën e shqiptarëve në sytë të gjithë serbëve. Buzukja u kujdes dje të tregoj përjardhjen e tij, duke bërë shqiponjen në matjet zyrtare, gjë që frustroi serbët. Mediat serbe reaguan menjëherë duke e cilësuar gjestin e luftëtarit shqiptar si provokim. Buzukja, i njohur me Novkan the Great, ka rekord profesional prej 12 fitoresh dhe 6 humbjesh, ndërsa kundërshtari austriak Bogdanigrad numëron 15 fitore dhe 4 humbje. Sot, nga ora 16, të gjithë syt nga Buzukja. A besoni në fitoren e tij? Shkruani në komente dhe bëni follow për më shumë video nga sporti.